Tetova këtë vit ishte një koqire e edicionit të 8 Jazz Festival, i cili solli 3 net me radh një atmosferë unike arti e muzike. Nata e parë u dedikua artistëve vendor, të cilët ndërthurën tinguj të muzikës folk me elemente të jazzit, duke sjellë një përjetim të veçantë për publikun. Në natën e dytë skenën e mori një nga emrat më të njohur të skenës botërore, Elina Duni, e cila performoi së bashku me bashkëshortin e saj, muzikanti Rob, duke e bërë Tetovën pjesë të një udhëtimi muzike plot emocione. Hi Rob, we always say it's nice to have you here. It's nice to perform tonight among us. Përshëndetje Rob, gjithmonë themi se është kënaqësi të të kemi këtu. Është bukur që performove sonte mes nesh dhe dua të di për emocionet e tua. Si janë ato? Si janë ndjenjat e tua, sepse nuk është hera e parë që ti përjep më të mirën tënde me Elinën për Tetovën. Më trego sot si është kjo lidhje me njerëzit këtu. The first time we ever played together. Herën e parë që kemi luajtur së bashku ka qenë në këtë sallë, 8 vite më parë, në tetor të vitit 2017, pra 8 vite më parë, pothuajse saktësisht. Kështu që është shumë bukur të jemi këtu përsëri. Ne jemi shumë të lumtur që jemi këtu për Tetova Jazz. Është një festival shumë i bukur, me shumë muzikë të shkëlqyer. Ne sapo kemi kaluar një verë fantastike duke performuar në të gjithë Evropën, në Kosovë, Shqipëri, në Itali, në Mbretërinë e Bashkuar, po haroj, Gjermani, Austri, Zvicër. Ne kemi performuar të gjithë Evropën, kështu që ky është koncerti i fundit i verës. So you're gonna say goodbye. Pra, do të thoni lamtumi njerëzve për jazzin për këtë vit, apo jo? Të paktën për disa muaj të ardhshëm po, sepse nuk kemi shumë koncerte në vjeshtë dhe dimër. Kështu që ky është koncerti ynë i fundit dhe jemi shumë të lumtur që përfundojmë këtu, në këtë teatër të mrekullueshëm. Do you feel warm here in not just here? Ndihesh i ngrohtë këtu, jo vetëm këtu, por edhe në Shqipëri, Kosovë, kudo ka shqiptarë, ndihesh i ngrohtë dhe i mirëpritur sepse për një gjë shqiptarët njihen për mikpritjen e tyre. Si ndihesh ti mes shqiptarëve? E po sonte dhe këto ditë në veçanti, do të thoja fizikisht i ngrohtë, sepse këtu ende është verë. Ndërsa në Mbretërinë e Bashkuar, ku ishim javën e kaluar në Londër, tashmë ka filluar vjeshta, pra fizikisht i ngrohtë. Dhe gjithashtu, sigurisht shumë i mikpritur nga njerëzit në Tetovë dhe nga ekipi këtu në festival, dhe sigurisht nga të gjithë komuniteti këtu në Tetovë dhe në Maqedoni e Shqipëri. Njerëzit janë shumë mikpritës, ashtu siç thot edhe ju. Çfarë mund të them më shumë? Njerëzit janë shumë mikpritës. People are very welcoming. I want just one answer, but Dua vetëm një përgjigje, por një pyetje shumë të drejtpërdrejtë. Si është puna me Elina Dunin? It's always great. We've been playing a lot. Është gjithmonë e mrekullueshme. Kemi luajtur shumë. Siç thash, hera e parë që kemi luajtur ka qenë para 8 viteve. Që atëherë mendoj se kemi bërë ndoshta 400 koncerte në këto 8 vite. Është shumë apo jo? Kështu, si të them, jemi në një makinë e vajosur mirë. Kemi udhëtuar në për të gjithë botën dhe kemi performuar nga New Yorku deri në Argjentinë, në Kinë, në Egjipt, në Maroko, në Londër, në Norvegji dhe tani jemi përsëri këtu në Tetovë. A mendon se muzika nuk njeh kombësi? Do të thoja që po, sigurisht, jo muzika jazz, sigurisht jo muzika e mirë. Edicioni u mbyll me një mbrëmje të jashtëzakonshme ku performuan Artan Bakia, Markelian Kapedani dhe një kuartet i mrekullueshëm string, duke ngritur festivalin në një nivel edhe më të lartë artistik. Një intervistë veçantë për kronikën dha edhe Leila Halimi Lumani, e cila foli për sfidat, vështirësitë, por edhe për surprizat që pritën në edicionet e ardhshme të këtij festivali që tashmë është bërë pjesë e pandashme e jetës kulturore të Tetovës. Jemi edhe me protagonistën kryesore e eventit më të rëndësishëm kulturor në historinë e jazzit këtu në Maqedoninë e Veriut, i cili mbahet për vitin e 8 me radhë, është Jazz Festival dhe këtë event, këtë festival e organizon për 8 vite me radhë pa pikën e lodhjes dhe asnjëherë nuk e dëgjuam duke u ankuar Leila Halimi. Leila, me nxit se të morëm 5 minuta, po duam të flasim pak edhe për sfidat që ka pasur që nga fillimi ky festival, vitet me radhë, çdo vit që kalon, vitin tjetër nuk të lë më hapësirë të marrësh një artist tjetër, duhet gjithmonë të gjesh dikë të ri që normalisht edhe për të inkurajuar publikun. Për 3 net me radhë kishit jashtëzakonisht shumë publik në Tetovë, që pam edhe nga nacionalitete të ndryshme, nga qytete të ndryshme. Është një gjë për të përshëndetur. Fillimisht përuroj për këtë punë të palodhshme dhe na trego pak për gjithçka rreth festivalit.
Faleminderit shumë Xhanan. Këtë edicion, pra është edicioni 8, arritëm ta përmbyllim me koncertin e sotshëm, me Barkilianin, me Artanin dhe me një kuartet hardcore dhe një perkusionist. Mendoj se ishte bash ajo që na duhej për në përfundim. Ishte ndoshta edhe mbrëmja më e veçantë, mund ta quajmë në një farlloj kështu arritje që kam bërë me projektin e tyre Jara Jazz dhe mendoj se edhe njerëzit e pritën mjaft mirë këtë koncert. Unë ngrohtësia ku të gjithë kënduam së bashku një zëri. Ashtu. Dhe këtë vit në qoftë se bëjmë një kështu përmbledhje të shkurtër të asaj se si kemi kaluar, edhe nata e parë hapja ishte po ashtu e suksesshme në Europe House. E pritshme që aq shumë njerëz të ketë pastaj erdhën edhe më shumë se nga pritshmëria juaj, apo? Ashtu nuk pritnim aq njerëz dhe në moment të fundit duhej të gjejmë zgjidhje për t'i ulur edhe ata që po prisnin jashtë. Kështu që natën e parë ishim shumë të lumtur për shkak të gjithë atij interesimit, sepse bëhej fjalë për një projekt të ri, për një iniciativë të re që ne filluam me këtë festival, duke i inkurajuar artistët tanë, që kryesisht merren me muzikë klasike, por ja të bëjnë një kështu repertor të muzikës jazz dhe doli me shumë sukses. Mbrëmjen e dytë kishim Elinën dhe Rob Luft, edhe aty kishim një fluks shumë të madh të njerëzve dhe sot ja e përmbyllëm me Artanin. E besove në fillim para 8 viteve, i bie viti 2017-18, nëse nuk jam gabim. Realisht kemi patur disa ndërprerje. Shkaku pandemisë aty, okej më. Pandemia dhe disa arsye të tjera të financave, mirë po I 8 edicion është. E besoja para 8 edicioneve se do arrim këtu në vitin 2025 me kaq fluks, me kaq besueshmëri. Më e rëndësishme është se ky festival e ka një seriozitet dhe ka një emër shumë të besueshëm tek gjithë masa. Dhe e dim se çdo shtator mbahet Jazz Festivali, si arrite që ta mbash këtë dhe e besoja në fillim që do arrish që të gjithë artistët të mirëpresin në thirrjet e tua, në ftesat e tua të jenë prezent në këtë festival dhe edhe ata të kenë nderin dhe kënaqësinë të performojnë. Ashtu, në fillim nuk e kam menduar, nuk e kam pritur që do të ketë kaq shumë sukses festivali, aq më tepër që në fillim edhe vështirësitë financiare e kam bërë të tillë që të mos mendosh se mund të sjellësh në festival ndonjë emër të madh, po. Mi po dal nga dal duke e dëshmuar punën serioze, vit pas viti, për kushtimin serioz, duke mos kursyer në asnjë rast, qoftë për çështje teknike apo për zgjedhje të programës, arritëm që të fitojmë besimin. Si tek Ministria, që është financues, Ministria e Kulturës, ashtu edhe tek publiku jon që e din që kur do vinë, do t'i gjejnë të gjitha ato nishanet, të themi, të një koncerti kualitativ, me zërim të mirë, me teknik të mirë, me artist kualitativ, dhe kështu mendoj që ja kemi arritur që të bëjmë gjithë këto edicione suksesshme. Ajo që ka pam për këto 3 net është se çdo natë kishte magjinë e saj, çdo natë kishte edhe ideologjinë e vet, edhe çdo detaj deri në më të voglin ishte i ndryshëm, po i perfeksionuar për çdo performancë e cila shfaqeshte në skenë. Kjo lyp kohë, kjo kërkon përkushtim, kjo kërkon edhe shumë normalisht dashuri për punën. A është që nga nesër veç se më angazhimi për vitin e ardhshëm dhe për numrin e 9 të festivalit të Jazz Festival? Ashtu, biles jo që nesër, veç më ka fillu ja disa ditë në kokën time rrotullohen veç më disa ide, emra, biles edhe kam filluar që të kontaktoj njerëz për të bërë diçka edhe ndryshe më, për të sjellë edhe ndonjë koncept të ri. Ndoshta një gjë që mund ta deklaroj që tani është po mendoj një koncept të ri, në veçanti për fëmijë, një jazz për fëmijë. Apo një mbrëmje, po thjesht një aktivitet që do t'i inkurajon të fëmijë që t'jenë prezent, të jetë interaktive, ndoshta si aktivitet, dhe mund t'jetë ky një moment i ri tash te festivali që t'ia dedikojmë dhe fëmijëve një ditë të caktuar, një aktivitet të caktuar.
A mendon se na nevojiten edhe më shumë kështu mbrëmje me muzikë klasike apo me muzikën jazz, sidomos për këto 3 net më ka pëlqyer që të gjitha këngët e vjetra i kishin përpunuar në atë stilin, secili këngëtar në stilin unik të tyre, po që ajo thelbi i këngës nuk kishte humbur, po vetëm mënyra e të kënduarit edhe nuk se njerëzit kanë ndoshta një koncept ndryshe në kokë jazz, nuk dëgjoj jazz, i kemi në të futur dhe të ngolitur në kokë, ndërsa për gjithë këto 3 net më shumë jemi argëtuar së bashku me këngëtarët, na hyn në zemrat tona, në gjakun ton, këndonim së bashku me ta. A mendon se më shumë i nevojitet masës apo të themi shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut kështu mbrëmje dhe kështu evenimente? Po, padyshim. Janë shumë të nevojshme, edhe njerëzit kanë nevojë. Është shumë pak. Vetëm një festival vet i këtill, i natyrës së këtill. Do të thënë, po tentojmë që ta afrojmë publikun. Në veçanti këtë vit kemi patur një dominim shumë të madh të etno-jazzit, me qëllim që njerëzit të vinë dhe të mos ndjehen si të huaj ose të... Ajo që thash se kemi një ashtu koncept në kokë se jazzi nuk është për ne, dhe mendojmë jazzin e kemi të ngulitur vetëm në ato vitet e 60-ta, në ato klubet e mbrëmjes me ato, po tani krejt ndryshe u prezantua jazzi. A mendon se kështu evente mund t'i ndihmojnë edhe të tjerëve ta kuptojnë se në fakt çdo muzikë mund të bëhet ashtu siç ti dëshiron duke futur elemente të ndryshme. Ashtu, as më tepër jazzi të mundson që të, do të thënë është një stil shumë i lirë, me kufi shumë të gjerë, me diapazon shumë të gjerë që ti mundesh brenda saj të sjellësh çdo gjë. Do të thënë çfarë do lloj stili. As më tepër për shembull që në këtë edicion vërtet që kishim etno jazz, por kishim mjeshtër dhe të jazzit, siç është maestro Kapidani, apo ai është një njeri, një artist tepër i rëndësishëm për kulturën tonë, në përgjithësi, aq më tepër edhe për muzikën jazz. Ose në mbrëmjen e djeshme Robi, po ashtu ai është një muzikant që punon, ka studiuar dhe punon në Akademinë Mbretërore të Londrës në departamentin e jazzit. Mirë po, mënyrën si ata që e kanë përpunuar pra muzikën popullore e bën atë që të jetë popullore, por në të njëjtën kohë të jetë edhe në nivel botëror, gjë që mendoj se është një arritje dhe mendoj që e kemi bërë një politikë të mirë për njerëzit tanë, por edhe për kualitetin Për ne të gjithë, po. E festivalit. Leila, të faleminderit shumë. Paktën na tregove se kanë filluar përgatitjet për vitin e ardhshëm, besoj se nuk do të ngushtoj të të kërkoj emra, sepse besoj se edhe do kesh ato mendimet e tua më të thella për të përzgjedhur artistët sa më të spikatur. Mjafton surpriza që na e tregove se do ketë vend edhe për më të dashurit tam, për fëmijët, një mbrëmje të dedikuar posaçërisht atyre dhe të urojmë shumë suksese dhe padyshim dyert tona gjithmonë i ketë të hapura për çfarë do lloj mbështetje. Faleminderit shumë Xhanan, jam me të vërtet me fat që ju kam juve, por edhe televizionin, që e mbështesni festivalin dhe jeni me të vërtet një shtyllë e rëndësishme për aktivitetet të tilla. Edicioni i 8 Jazz Festival tetova dëshmoi edhe një herë se muzika ka fuqinë të bashkojë kultura, breza dhe emocione. Për 3 net me radh, qyteti jetoi nën tingujt e jazzit, duke krijuar kujtime që do të mbeten gjatë. Organizatorët tashmë shkojnë përpara për shpresën që edicioni i ardhshëm të sjellë edhe më shumë surpriza dhe artistë të mëdhenj, duke i vërtetuar një pikë rrëfimi të rëndësishëm në hartën muzikore të rajonit.